kur e eri leja nga anë Allahut, nga se ka këto rregull, nuk mund të lëvizësh me misionin e Allahut ku dush dhe si dush, ka leje, ndëgjoj Zotin ja çfarë po thot. Kur e mori lejen për u shpërngul, shkoi tek Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala, tek miku i tij ngushtë, tek njeriu që e përkrahu pa rezervë, nuk kursau as jetën, as pasurinë, as familjen. Andaj është edhe njëri më i mirë i këtij ummeti i muslimanëve pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri. Shkoi tek ai dhe i tha, atë ishin shtëpia të vogla Allah, nuk është shtëpia, hajde po futem këtë dhomë, se s'na dëgjon kërkosh. Ishte shtëpia, po pa dhomë, ishte ndarë me lecka, do nuk ishte me mure ndarë si duhet. Dhe kur u fut pejgamberi tek Abu Bekri radhiyallahu ta'ala, fillimisht erdhi në kohë të çuditshme, erdhi në kohë të pazrekës. Ata ishte vapë madhe, arabët kishin të rritë me pushu pazreke. Dhe po erdhi dikush ka me vërtet një breng të madh, nga se mosafir nuk vinte në këtë kohë. E pazakonshme. E pazakonshme shumë. Dhe në këtë kohë të pazakonshme erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek Abu Bekri. Kur u fut brenda tha, "Hajr, çka ka ndodhur?" Tha, "Kam lëmë me kumtu shikollën ndruar." E kam lëmë me kumtu tha, "Po familjen tha nxjerrë piktuaj." Se është sekret i madh. Është sekret i madh, para mendo bëhet fjalë për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është diç më e çmuar e mundshme për sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha familjen tha nëse ka mundësi se tha i dërguar Allah, ehlukja, familja jote është lira, tha. Kjo është e madhe, tha. Është sekret, mos ke frikë, i kam edukuar në këtë, tha. Janë të mësuar, ata e din kush jeti. Ata e din çka i bie sekretet. Andaj është lirë. Ahluk, familja jote është lirë, si lirshëm. Kjo është më rëndësia. Shiko Ebu Bekri atë disiplinë që ja ka dhënë pejgamberi, atë edukat e ka bërë familja. Pejgamberi e njoh Ebu Bekrin dhe e dinte kur thotë ky është lirë, ky e më të mirë, e njohën e kët. Dhe e shpalosi. Ebu Bekri çfarë bëri më njëherë? Mobilizoi familjen. Kjo është e dyta më rëndësi. I tha ti ke këtë detyrë. Ti kemi na përgatitur ushqimin, ti kemi na bukët. Ti i tha Abdulrahmanit djalit vet, shko dhe gjej devet më të mira për udhëtim na duan. Këtë familja mobilizohen përgatit. Është shumë interesant puna e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Andaj tha pejgamberi sa në fund tjetër i tha, të gjithë që na kanë ndihmuar, disi ja kemi kompenzuar, jo me një pasuri, jo me një pozitë, ndërsa Abu Bekrit sonja kompenzojmë kur ti Allahu ja kthen ata. Pejgamberi ishte mirënjohës ndaj Abu Bekrit. Dhe Abu Bekri kjo është dyta, mobilizoi familjen e tij. Mobilizoi familjen e tij. Edhe kur u nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Abu Bekrit, "Këtë deve që ke marr unë ta kthej ty në Medinë atë." Do të ke dhënë pasurinë, mirë po jo, dua që unë të jem pjesë e këtij investimi, dua që të jem pjesë e do të thotë e këtij angazhimi për të nisë për Medinë. Kur unë nuk nis rrugës së Medinës. Që nga nisja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ndërmerrte sebepet, shkaqet. Shikoj nuk dul, më thon, "Më ka dhënë Allahu lejen me bu hijrat, unë po shkoj në Medinë, tash ju çfarë dani bëni?" Që thotë se unë kam garancë se Allahu më ruan. Ja, shkoj fshehur as te Abu Bekri, askush nuk e pa. Tha familjen se kam në sekret. Këto janë sebepe që duhet besimtari me ndërmarr për kujdes, ruaju. Padyshim. Andaj nuk e mor rrugën e Medinës. E mor rrugë tjetër. Po thuaj se po shkan dikun tjetër. Pastaj sonë në Medinë. Pastaj nuk shkoi te Medinë. U ndal në shpellën Thaur, aty u fshef për 30 me radhë. Pse? Që të përcjellte lajmet. Djali i Abu Bekrit natën vjen të fshehur azi se të lajmet çfarë po bëhet Mekë. Ka po shkojnë, çka po bojnë, si kanë punët. Ishte strategjia atash e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj pejgamberi sa interesoi çka po ndodh, e ku janë nis, çfarë po thon. I merrte lajmet dhe i përpunonte dhe pejgamberi sa pastaj vlerësonte amunisonte, a nesër, a natën, a ditën, asnjë. Ndërsa zemra e tij nuk lëvizte fare. Ishte e mbushur bidin Allahun xhallahu ala se ai ka marrit Medinë. Prandaj këtu është ajo mjeshtria të menaxhim mes marrjes së sebepeve, shkaqeve, me ndërmarrë masë duar në aspekt jashtëm, ndërsa zemra nuk prek nga këto shkaqe. Ajo e ka një lidhje tjetër të posaçme me Allahun e Madhuar. Andaj zemra komunikon me Allahun, ndërsa gjymtyrët komunikojnë me botën materiale dhe i ndërmarrim sebepin, ndërsa zemra i thot Allahut, unë e bëra që munda, tash o Zot në dorën tënde është. Andaj kur u afruan Kurajshit e Mekës me gjitha këto që ndërmori pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
kur afruan tek gryka e shpellës, Ebu Bekri u kapluan nga frika. Jo për vetën e tij vallahi, dhe tha: "O i dërguar Allahut, nëse dikush për tyre i shikon këmbët e tij kamera pa, tha kishte për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që për të ato dieta ime tek e fundit është e kompenzueshme. Mungesa e është e riparueshme. Por çfarë ti bëj Muhammed, çka bën ky millet, çka bën njerëzimi pa Muhamedit sallallahu alajhi wasallam?" E kishte kuptuar më drejt se është mëshirë dhe po u mor ai, nuk mbetet pas dënimit dhe hidhrimit të Allahu xhallahu ala. Andaj mërziti për të. Edhe pejgamberi kësaj radhe i tha: "Tash fuli zemra ti. Po, dhe më erë sebepet, merre kët, po shkojmë këtu kësaj rruga." Nëse kur funa tek zemra, tha: "O Abu Bakr, çfarë të mërmena për dy persona që Allah është me ta? Inna Allah ma'ana, fa la tahzan, mos u mërzit, mos u shqetëso ti fare. Inna Allah ma'ana, Allah është me neve." Po shë Abu Bakri, e kuptoj. Asë një fjalë më nuk e tha, kur? Po i dërguar Allah, po bërë është Allah me neve, po, si kështë na thojmë, na zakonisht kur thime Allah është me neve, e kemi një presje aty. Gjithë na gjithë në presje. Po, pe di që Allah është me neve, po, e qka po? A i ke ndërmarë ti masët e duhura për mja dalë? A ke mësu sa duhet? Po, Allah, në sa këmu i këmë lezu? Ta është tuj, o Allah, ty të këmë dërzu. A ke punu? A ke bërë punën si duhet? A i angazhu me fitu? Po, një më angazhu, Allah. Thuj, Allah, ti e din sa më vinë mu tash. Unë e këmu punën tem. Am qanë ti mu kaq, am qanë aq, ti e din sa duhet. Unë e vetëm e munu me bo ato që është mas miri, përfitu mas miri. Dërë sa më donë ti e din. Po jo presja, po e di që Allah, po, e qka po? Bështetu në Allah në mënduar. Por në bështetja vije pas, ndërmarrë së sebepeve. I ndërmerë masë të duhara, dhe tek Allahu mbështetesh. E kur shterën mundësit materiale, nuk shqetësohesh, nuk bezdisesh pastaj, për thua, Allahu është me neve. Nga se aje din më së miri se çfarë duhet vepruar tash në këtë moment.